Jam shumë krenare në fillim, që e qela për herë të parë shkollën 8 vjeçare, po jo shkollën e plot 8 vjeçare, klasën e 5. Ishte cikli i ullët që punonte me cikël, do me thënë klasë kolektive, dhe u hap dhe klasa e 5 me 10 nxënës. Në një godinë në fund të fshatit, përdhese, do me thënë 2 klasa. Në 76-ën, erdhi dhe klasa e 6, u formua klasa e 6, cikli i ullët me 4 klasa përsëri dhe ne kishim dhe klasën e 5 dhe klasën e 6. Isha unë dhe mësuese Natasha Jani, një vajzë që sapo kisha mbaruar universitetin. Kur filloi klasa e 5, do me thënë, filluan këtu. Klasa që mbaronte ciklin e ullit, filloi mësimi këtu me 10 nxënës. Në 76-ën u shtua dhe një klasë, do me thënë klasa e 5 bë klasa e 6 dhe erdhi nga cikli i ullit klasa e 5. Unë kam dhënë mësim në këtë shkollë 4 vjetë e 3 muaj, deri në janar të 79-s, që vajta me detyrë tjetër, si drejtoreshe e shkollës 8 vjeçare Adem Shemi në Sarandë. Shumë krenare, shumë nostalgji, vajta me vrap pash klasën ku kam dhënë mësim, klasën e 5 që e kisha si kujdesari.